Gjithsesi, për mos kompetencë apo jo, aty nuk mund të ishte mos kompetencë për shkak se po vidheshin zgjedhjet haptazi nga zyrtar të lartë të themi të këtij vendi dhe gjithsesi ajo gjë tashmë iku. Plagë e cila do mbetet në shpatullat e prokurorit Brau. Ju folët për të vetme fermën që ishte garuese në këtë garë. Doloreza po. Zoja Musabelliu është një prokurore me integritet lartë dhe do ishte e udhës mbase që KLP të provonte një zonjë në kryesimin e një prokurorie të tillë të rëndësishme siç është prokuroria e posaçme. Po më bëri përshtypje në fakt që nuk mori asnjë votë. Edhe kjo që edhe prezantimin e kishte dinjitos, pavarësisht pyetjeve që ishin njësoj për gjithë. Është dhe një prokurore dinjitoze. Eksakt, nuk është çështje prezantimi, pranvera se sa çështje statistikash. Zoja Musabelliu është përballur dhe me ato që janë kërcënimet e grupeve kriminale shqiptare, ajo dhe familja e vet. Ajo është përballur me hetime domethënë të karakterit të shumë specifik dhe me ngarkesa të larta, dhe asnjëherë nuk është përfolur si thot kolegja Grimci për sa i përket pjesës Plumbi i Art Nurettin Tumani, Fisni Çopja, Banda e Lartë Haxhiut, ka disa çështje për cilat dosja Buka, Kryebashkia Kujtropojës, preju prokurimeve publike, janë disa çështje të cilat. Çështje shumë të rëndësishme dhe mendoj që do ishte e udhës që gjithsesi Në spak të gjitha çështjet janë rëndësishme. Edhe në 2005 në bandën e Shëllasit, ë? Në spak të gjitha çështjet janë rëndësishme. Në spak disa çështje shkojnë vetëm për të justifikuar veprimet e disa prokurorëve që legjitimojnë, domethënë duke i ngritur akuza qesharake disa personave me ngarkesa shumë të larta penale dhe me përgjegjësi shumë të lartë penale, të cilët janë me detyra të larta shtetërore. Persona që shkojnë në spak për shpërdorim detyre është qesharake si mund të shkojë një person për shpërdorim detyre në spak. Dhe kemi parë raste specifike, kolege ti fare mirë që kanë pasur ngarkesa të tjera. Edhe ata vetë janë shprehur që s'kemi ç'bëjmë, por për sa kohë i ka ligji duhet ta çojnë edhe për shpërdorim detyre. Shpërdorim detyrës kur pasjell dëm ekonomik, nuk është më shpërdorim detyre, por është korrupsion i pastër, sepse dëmi ekonomik nuk bëhet. Jo, po kjo është gjëja. Problemi i shpërdorim detyrës është pastrimi figurës që i bën një personi duke ndihmuar me një vepër penale të themi të karakterit banal të themi. Shpërdorim detyre mund të jetë edhe një pakujdesi në infirmosjen e një akti që nuk pasjell asnjë pasojë financiare po thjesht administrative, e quhet dhe konsiderohet shpërdorim detyre. Kur vjen puna për politikan, e ka pasojën sepse të largon nga karriera politike. Për një fat 5 vjeçar. Pasojat që për 5 vite nuk riktheheshme. Unë nuk besoj se ata që do dënohen do rikthehen me sukses. Jo, pasojat janë shumë të rënda, sepse fakti që ju prish karriera e ka marrë parasysh momentin që ka vendosur të vjedhi. Çështja është që parat janë të taksapaguesve shqiptar, të buxhetit të shtetit. Okej, po kjo është çështje drejtësisë tani. Jo, kjo nuk është çështje drejtësisë, kjo është çështje po të atakoni, domethënë Spakun, po atakoni këtë rast dhe gjykatën, se gjykata e merr vendimin, se merr Spakun. Jo, gjykata e merr vendimin. Dhe gjykata ka pasur shumë raste ku e ka kthyer mbrapa dhe ka regjistruar me detyrimin për të ngritur akuzë tjetër. Që do të thotë funksionon sistemi. Jo, kjo nuk do të thotë funksionon sistemi. Kur nuk funksionon sistemi, i pari që është ai që të heton, dhe ai që të heton, ti cungon provat, të cungon hetimet. Atëherë, nëse ne do ta marrim të barabartë Spakun me gjykatën, kemi bërë gabim të madh. Po jo, pra Spaku shkon me një akuzë jetimore patjetër, është një prokurori. Nëse gjykata nuk bindet se ju bën hetim gjykata. Dakor, pra, po ju thoni që gjykata duhet të konfirmojë Spakun. Ju thoni që Spaku do të jetë gjithmonë komfort, do të jetë gjithmonë le të themi super i rregullt dhe gjykata bindës dhe gjykata duhet të thotë po. Por nuk do të pra, në asnjë vend votës. Te ka thënë Altin Dumani, ka thënë afërmend çka thënë, që gjykata do të bëjë atë që themi ne. Ky është një nga skandalet dhe do të mbahet më gjatë. Zoti Dumani për këtë që ka thënë. Po si t'ia bëjmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vlerësuar sot më shumë Dumanin se atë që do vinë nesër, se ne zotin Brau do ta testojmë në këtë 3 vjeçar. Po si ti themi partnerëve që... Unë nuk mendoj se në Shqipëri ka person më të vlerësuar për burr shteti se sa Sali Berisha. Dhe sot e kanë shpallu, ata që e kanë vlerësuar e kanë shpallu non grata. Dhe mos i futemi histori se si u shpallu. Jo, në rregull, po themi në ikje, është si puna e funeralit, më kupton? Në funeralit ke shenjëri u më i keq, por ata të bëjnë ty disa lëmdata sepse ke ikur. Problemi qëndron këtu. A solli Dumani një ndryshim në drejtimin e prokurorisë, a ishte vazhdimi i Arben Krajës,
dhe çfarë presim të sjellë zoti Bravo. I vetmi ndryshim që solli ishte që ra perceptimi nga drejtimi i zotit Kraja te drejtimi i zotit Dumani, ra perceptimi për sa i përket drejtësisë që do t'jepte Spaku, sepse kur erdi zoti Dumani, erdi me çështjet akoma s'kan përfunduar, se asnjë s'ka marrë formë të prerë në gjykatë. Të kemi pak tani çështja e artës së peshkut përfundon për akuzën. Ndërkohë, ju po flisim për akuzën. Jo, ne po flasim për Spaku. Janë 5 personazhe VIP, le të themi, në periudhën e Dumanit. Tani të flasim një çik vetëm si gazetar, unë jam avokat. Jo, po të them. Atëherë, kur erdhi zoti Dumani, nga të gjithë ne, unë nuk po të bëj dallim politik apo juridik, nga gjithë ne pati një pritshmëri të lartë. Mënyra se si u trumbetua ardhja e tij, i emëruar, i dashur dhe me insistim gjoja nga amerikanët, atëherë edhe populli priste kishte një pritshmëri të lartë për punën që do të bënte zoti Dumani. Në fakt, në 3 vite zoti Dumani, përveç coptimit të disa dosjeve, përveç disa deklaratave me zë burri që ka dhënë, në fakt e pati jo shumë të lartë si pas pritshmërive rezultatin. Është akuzuar disa herë për vonesën e hetim. Tani, ky është opinioni juaj. Nuk është opinioni im, ky është perspektivi jo politik.